Kolonel Toci, për hir të audiencës që na ndjek, pyetja ime për ju është pak më specifike. Në këtë dyshe sulmuese Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit, në përgatitjen time, por nuk guxoj ta them, pash që ka një ndarje detyrash mes ushtrisë izraelite dhe ushtrisë amerikane. Aq sa pash, Izraeli ka goditur fushën e gazit South Pers dhe rafinerit, godet forcat Basij dhe komandantët ushtarak dhe ata politik, ndërsa Shtetet e Bashkuara godasin depot nëntoksore, kanë asgjësuar me 120 anije, sulmojnë bazat detare, ato që mund të minojnë gushticën e Hormuzit. Pra, jam i saktë në këtë identifikim të ndarjes së detyrave në kuadër të një misioni të përbashkët? Po, të dyja vendet kanë detyra specifike, biles edhe misionet e tyre janë të koduara ndryshe. Pra kanë kodime të ndryshme misionet që drejtohet nga Irani, por njëkohësisht edhe misioni që drejtohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ka koordinim dhe sinkronizim ndërmjet forcave, kjo ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë. Po, dje që Izraeli ka një zbulim shumë të avancuar, informacione që Izraeli ka sidomos në lidhje me udhëheqësit e Gardës Revolucionare të Iranit janë më të sakta dhe këto janë treguar edhe gjatë sulmeve, gjatë 2 javëve të luftës në gjirin persik kundër Iranit për azgjësimin e drejtuesve kryesor të Gardës Revolucionare, por njëkohësisht edhe të Iranit. Kurse në anën tjetër ju në mënyrë të drejtë përmendët që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë përqendruar në azgjësimin e sidomos të sistemit të lëshimeve të raketave, por edhe të vend strehimeve për gjatë bregut lindor të gjirit persik, pra të bregdetit të Iranit, ku Irani mendohet që të ketë stacionuar ose të ketë kamufluar sisteme raketore, sidomos sistemet raketore kruiz, të cilët shumë analistë këtu në perëndim, sidomos po diskutojnë që Irani nuk i ka përdorur ato më shumicë, dihet që Irani ka këto sisteme dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të qenë të gatshme, sepse këto sisteme mund të përdoren nga Irani, sidomos kundra anijeve që do të transportojnë naftën, por edhe gazin e lëngshëm, ka dërguar në gjirin persik sistemet GBU-72, të cilët janë pjesë e luftanijeve të Shtetit Bashkuara të Amerikës, por edhe të aeroplanbajtësve që mund të bëjnë azgjësimin e tyre. Biles mendohet që flota iraniane të jetë azgjësuar plotësisht, por njëkohësisht edhe sistemet e tjera të mbrojtjes raketore të jenë të azgjësuara plotësisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ka të dhëna të cilët janë të konfirmuara që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vendet e tjera të gjirit, dhe sidomos edhe flota tregtare e cila merret me transportin e karburanteve të naftës dhe gazit të lëngshëm, Irani ka në dispozicion e saj ose në arsenalin e saj ushtarak 5.000 mina detare. Dhe këto mina detare mendohet që t'jenë vendosur në disa pjesë të gjirit persik. Biles gjatë javës së dytë të luftës në Iran ka pasur incidente ku anije të ndryshme janë goditur nga këto mina. Biles ka qenë një tanker tajlandes ku mendohet që përveç humbje të jetës të marinarëve tajlandes ka dhe të humbur të cilët nuk po gjinden. Pra Irani ka filluar në zbatim një strategji e cila në gjuhën angleze quhet escalate to de-escalate strategy, e cila në shqip do të përkthej për të përshkallëzuar më tej. Dhe ky është një nga objektivat e qarta të Iranit. Pra Irani ka të qartë objektiva, që Irani do të godas dhe do të mundohet të rrisë koston, jo vetëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës,